Vajzat e klubit basketbollistik Bashkimi arritën të rrëmbejnë titullin e kampionit duke dominuar sërish në arenën kombëtare të basketbollit. Kështu mbrëm në palestrën sportive Sezar Suroj në Prizren, ato me një paraqitje të shkëlqyer, plot për kushtim dhe zemër shënuan fitoren ndaj klubit të basketbollit PA03. Kjo fitore nuk është vetëm një sukses sportiv, por edhe një dëshmi e dashurisë që këto vajza kanë për fanellën, për klubin dhe për qytetin e Prizrenit. Bashkimi shpallët për hir të tretë rresht kampion e ligën e femrave. Vashat e Prizrenasën poshtën skuadrën Pejane me rezultat 69-58 dhe përfunduan serin me rezultat 3-0. Në këtë ndeshje shkëlqyen për këtë sukses të arritur mjaft të kënaqur dhe u shprehen edhe kryetari Totaj, i cili tha se jam jashtëzakonisht i lumtur me lojën e vajzave tona në Bashkimi, që edhe një herë dëshmuan për kushtimin dhe dashurinë për klubin dhe Prizrenin me fitoren e sotme të kupës. Vashat e klubit basketbollit Bashkimi na kanë përgatitur shumë surpriza, shumë befasi dhe shumë momente të këndshme. Kjo është hera e tretë radhë që më bëhen kampionë. Jemi krenar me vashat tona, do të bëjmë krenar tonë qytetin e Prizrenit, ku basketbolli ka traditë dhe sport shumë e popularizuar. Unë po besoj që edhe klubi i burrave i veshkëve si vjet të den kampion në finale. Edhe në këtë mënyrë basketbolli si sport shumë i popularizuar, për në banë krenar të gjithë qytetarëve, kurse komuna do të vazhdon me përkrahjen dhe sponsorizimin e klubeve të suksesme, duke besuar që në këtë mënyrë japim një kontribut edhe në zhvillimin e matematikës të sportit. Andrene Godball shkëlqeu me 22 pikë, 14 kërcime e 6 asistime dhe u shpall MVP, përderisa tek PA03 u veçua Kalevo Landro me 11 pikë, 10 kërcime e 7 asistime.